Nëse keni kaluar ndonjëherë përmes rrugës së njohur Rekord në qendër të Shkupit nga ora 8 deri në mesditë, me siguri e keni parë Xhadragin, njeriun e heshtur që shet kapës e flokësh për të siguruar kafshatën e gojës. Ai është një figurë e njohur për kalimtarët, por me një histori të dhimbshme pas vetes. Në vitin 2018, Xhadragi operua nga kanceri në fyt, gjë që ja pamundson të flasë, por me zërin e tij fletoni, përfaqësues i organizatës humanitare Dashamirësia, që ko pas kohe i ndihmojnë me pako ushqimore. Sipas tij, Dragi jo vetëm që përpiqet të mbijetojë me të ardhura minimale, ndihmë sociale dhe 200 deri në 700 denar në ditë nga shitja në rrugë, por edhe kujdeset me shumë dashuri për qentë ndacak që frekuentojnë këtë pjesë të qytetit, si dhe ata që i kanë në shtëpi. Sado që fiton, e ndan me ta. Se grizi za sebe i za своята kuća, međutim se grizi za бездомните кучиња кои што се во градот. Да, ги гледаме тука со него. Тука се околу него, меѓутоа има и он има вдомено кај него и навистина се грижи, сето она што го има го дели со нив. Gjendja e tij shëndetësore është e rëndë, por ajo që është edhe më alarmuese është gjendja e shtëpisë ku jeton, në kushte të mjerueshme, me çati që rrjedh, lagështi dhe mure të rënuara. Në letra, ai na shprehu frikën për jetën e tij, sepse shtëpia nuk i ofron siguri, sidomos kur ka stuhi apo rreshje. Shtëpia e tij ka nevojë për renovim urgjent. Pa një stret të sigurt, ai rrezikon jo vetëm shëndetin, por edhe jetën. Он највеќе му е потребно да се направи реновирање во неговиот дом, да се смени кровот, кој што прокиснува и кој што е со материјали кои што се застарени и кои што се во многу лоша ситуација. Има напишано на листот дека му е дури страв да седи дома, кога дува, кога врне. Да, му е страв, да, после некое поголемо невреме што се случило пред известен период, навистина ситуацијата е многу по-лоша од тоа што било претходно. Kjo është një thirrje për ndihmë për gjithë ata që mund të kontribuojnë me material ndërtimi, mbështetje financiare apo punë vullnetare. Të gjithë ata që duan të ndihmojnë Xhadragit, këtë mund ta bëjnë duke i vizituar në rrugën Rekord në qendër të Shkupit, apo mund ta kontaktojnë përmes numrit të telefonit